Revolucioni i flamingove u kthye në betejë kundër presidentit Trump, kështu ka deklaruar kryeministri Edi Rama në një intervistë për median italiane Ital Press, lidhur me protestën që po zhvillohet prej 27 ditësh përpara zyrës së tij. Kreu i qeverisë hedh poshtë akuzat e ngritura ndaj tij, duke thënë se nuk kanë asnjë provë. Nëse më akuzojnë se kam dhënë këto toka apo se kam dëmtuar një pjesë të mrekullueshme të Bregdetit shqiptar, atëherë le të sjellim provat. Deri më sot nuk është paraqitur asnjë provë. Askush nuk ka vërtetuar asgjë dhe nuk mund të ketë prova sepse procesi është ende në zhvillim. Fatkeqësisht sot nuk flitet më as për flamingot. Flamingot janë bërë një simbol i dobishëm për ata që duan ta çojnë këtë çështje në arenën ndërkombëtare. Në planin lokal kemi të bëjmë me një konflikt që përfshin grupe të ndryshme të shoqërisë, përfshirë edhe opozitën, por në arenën ndërkombëtare ai është ndërruar në një betejë kundër Donald Trump. Ndërsa procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Rama e konsideron të pakthyeshëm. Siç thoshte Churchill, nuk duhet humbur kurrë një krizë e mirë, besoj se ka gjëra nga të cilat duhet të mësojmë dhe për të cilat duhet të reflektojmë, por ndërkohë askush nuk mund ta ndalë rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri foli edhe për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët. Është bërë shumë zhurmë për diçka që në fund të fundit nuk ishte gjë tjetër veç se një përpjekje e bërë me mirëbesim për të gjetur një zgjidhje. Fakti që sot kjo qasje është pranuar nuk përbën ndonjë fitore, por është një tjetër dëshmi e kohës së humbur në betejë që shpesh nuk janë as beteja të vërteta, por thjesht përplasje të kota në debatin publik.